Kastriot Reçi u ekzekutua në atentatin mafioz, cilat ishin hasmërit ku familja e tij ishte futur, kohë pas kohe me familjen Gjini. Dy familje me influencë në qytetin e vogël të Rëshenit, në mesin e veriut të Shqipërisë. Qytet që papritur ishte kthyer në një skenë gjakësore midis familjeve të cilat dyshohet se po eliminonin njëra tjetrën. Sipas dinamikës së sagës së vrasjeve, eliminimi i Kastriot Reçit më 7 janar 2020 në qytetin e Rëshenit erdhi pas vrasjes së Armando Gjinit, që mbante edhe emrin Tonin, i cili u ekzekutua në sy të 2 fëmijëve të tij më 12 gusht 2019 pranë katedrales së qytetit të Rëshenit. Personazh që njihej si pjesë e grupit të Met Kananit, të cilin media turke e kanë konsideruar ndryshe edhe si Escobari i Shqipërisë. Ngjarje e cila ishte paraprirë më herët, më 5 maj 2019, nga një atentat i dështuar me eksploziv të vendosur në makinën e tij, të cilën ai e kishte pikasur në kohë dhe mundi të mbijetonte, por që intuita nuk do ta ndihmonte t'i shpëtonte jetën në atentatin e dytë, ku grupi jetues dyshon se porositësi i vrasjes është Kastriot Reçi, i cili, siç do të rezultojë edhe në informacionet e mbledhura nga grupi hetimor, ishte në konflikt me Prenk Gjinin, vëllain e Armando Gjinit, ku në mes do të ishin pazaret e prishura të drogës. Lidhur mbi ngjarjen e datës 12 tetit 2019, ku është vrarë shtetasi Armando Gjini, dyshohet se organizatori i kësaj vrasjeje ka qenë shtetasi Kastriot Reçi, i cili ka paguar persona profesionist për të kryer krimin, ku motivi është për shkak të prishjes së pazareve të drogës mes Gasper Reçit, i cili është vrarë në Itali në vitin 2017, dhe Prenk Gjinit, ku bëhet fjalë për një sasi të madhe droge me vlerë rreth 1 milion euro. Do të ishte ky pazar i prishur droge në Itali, midis Gasper Reçit dhe Prenk Gjinit, që do të niste një sag të gjatë hakmarrje. Vrasje të cilat nuk ishin filluar me eliminimin e ndërsjellë të Armando Gjinit dhe Kastriot Reçit, dhe as nuk do të përfundonin këtu. Pasi vrasja e parë që do të hapte serinë e pambarimt të eliminimeve, do të ishte ajo e Sajmir Jakut. Vrasje kjo e ndodhur më 9 shtator 2016, ku 2 persona të armatosur qelluan për vdekje me Kalashnikov, drejtuesin e linjës së tensionit të lartë për veriun të OSHS. Ndërsa ky i fundit po konsumonte kafen me një mikun e tij në një nga lokalet më të frekuentuara të qytetit. Mik i cili mbeti edhe vetë i plagosur nga ky atentat. Vrasje për të cilën grupi hetues kishte informacione se sërish porositës ishte Kastriot Reçi, i cili, me sa duket, siç shikohet dhe nga informacionet që disponon grupi hetues, do të mbetej edhe vetë viktime e hakmarrjes së palës tjetër. Ka të dhëna se vrasja e Kastriot Reçit është kryer për hakmarrje, pasi viktima është porositës i vrasjes së shtetasit Sajmir Jaku. 9 muaj pas vrasjes së Jakut, një tjetër atentat, këtë herë në Itali, do të pasonte serinë e vrasjeve, ku i eliminuari i radhës do të ishte Gasper Reçi, vëllai i Kastriot Reçit, i cili u ekzekutua më 28 prill 2017 në banesën e tij në via Simeri Kriki, në Tor Vergata. Nga hetimet e palës italiane, nuk u arrit të identifikojë asnjë autor për vrasjen. Personi vetëm që ishte me viktimën në banesë në momentin e atentatit rezultonte të ishte vajza e tij. Hetuesit italian thanë mbi ngjarjen se Gasper Reçi kishte disa precedent penal në të kaluarën për posedim shpërndarje të lëndëve narkotike. Sipas dosjes hetimore, Gaspri ishte në përplasje të forta me Prenk Gjinin. Një sasi e madhe droge e humbur në Itali do të sillte edhe përplasjen midis 2 familjeve nga Mirdita. Prenk Gjini dyshohet të ketë vrarë në Itali Gasper Reçin, vëllain e Kastriot Reçit. Pas kësaj ngjarjeje dyshohet se Prenk Gjini ka qenë në Shqipëri, në shoqërinë e Tajës dhe në një lokal në Tiranë, ku kanë qëndruar disa orë dhe këtë veprim e kanë bërë për të justifikuar vendodhjen e tyre për të krijuar alibi. Por duket se përplasja midis 2 fiseve nuk do të përfundonte këtu. Tashmë, duke i zhvendosur ngjarjet nga Italia në Belgjik, viktima
më datë 8/11/2019, thuhet se shtetasi Prank Gjini është duke u përgatitur për t'u hakmarrë për vrasjen e vëllait të tij. Objekti është Kastriot Reçi, i cili dyshohet se është organizatori i vrasjes së vëllait të tij. Por sipas informacioneve që kemi, për këtë qëllim, Prank Gjini e ka dërguar familjen në Itali, ndërsa vetë është duke qëndruar në Shqipëri për t'u hakmarrë. Po kështu, Prank Gjini është duke u përgatitur për të vrarë 2 veta nga familja Reçi, ku objektiv është Kastriot Reçi, me të cilin ka patur konflikte për shkak të trafikut të drogës. Siç do të shikohet edhe në vazhdim, policia u mjaftua vetëm me mbledhjen e informacioneve dhe ndonjë gjurmë që la pas krimi. Kjo, pasi Kastriot Reçi u eliminua më 7 janar 2020 në qendër të Rëshenit, në distancë me snajper, ku dhe këtë herë policia nuk mundi të shkojë dot te prangat. Nga informacionet që kemi, vrasjen e shtetasit Kastriot Reçi e ka organizuar Prank Gjini. Konflikti mes tyre është për shkak të prishjes së pazareve të drogës, ku para 3 vitesh, Gasper Reçi ka grabitur prengës një sasi të madhe droge që ka vlerën e 1 milion eurove. Për këtë motiv, dyshohet se është vrarë në Itali më 28/4/2017 shtetasi Gasper Reçi. Në vijim të këtij konflikti, më datë 28/8/2018, dyshohet të jetë qelluar me armë Arben Gjini, kushëriri i Prank Gjinit. Policia dyshon se Prank Gjini e organizoi vrasjen e Kastriot Reçit si hakmarrje për vrasjen e vëllait të tij Armando Gjini, ku fillimisht hetuesit besuan se snajperisti që ekzekutoi Reçin ishte serb. Por kohët e fundit, në shënjestër, ka mësuar se grupi i hetimit ka marrë në konsiderat edhe disa ish pjesëtar të forcave speciale, ku një ish pjesëtar i forcave të Reneas u shoqërua në polici si i dyshuar, por ADN-ja e tij nuk rezultoi e përputhshme me ADN-n e gjetur në rrobat e përdorura nga vrasësi. Por teksa policia po vëzhgonte një tjetër personazh të botës së krimit, që duket se vendqendrimin e ka në Kosovë, një tjetër atentat u shënua në Tiranë, ku viktima e radhës e këtij konflikti të gjatë dhe të përgjakur do të ishte vetë Prank Gjini, i cili mbeti i plagosur rënd në shpërthimin me eksploziv të vendosur në makinën e tij në Tiranë. Ngjarja kjo e ndodhur më 15 shtator 2020. Atentati që shokoi opinionin publik për ashpërsim, por edhe për vendin që autorët kishin zgjedhur për planin e tyre të radhës të eliminimit. Një urnë mbi lumin Lana, në zonën dhe pikun e trafikut, ku lëvizin shumë njerëz. Ku edhe pse Prank Gjini kishte marrë masa për t'i shpëtuar armiqve të tij, duket se ata ishin një hap përpara në vëzhgimin që kishin nisur ndaj tij. Ai sa shënjestrën e atentatit nuk e ndihmoi as fakti që ditën e ngjarjes ndërroi makinën me kushuririn e tij. Ku në cilësinë e personit që ka dijeni për ngjarjen, u pyet edhe Fatjon Daudaj, kushuriri Prank Gjinit, i cili rezultoi të jetë pronari i automjetit tip Mercedes-Benz, ku ishte vendosur lënda eksplozive. Më datë 15 shtator 2020, makinën me targë AA903YG e kam përdorur unë deri në orën 17:30. Më pas ja kam dhënë kushëriri tim Prank Gjini, ku ky i fundit më la makinën e tij tip Mercedes-Benz ML ngjyrë gri. Pasi ndërrua makinat, unë qëndrova edhe pa kohë në zyrën time dhe më pas unë nisa të marr makinën e Prank Gjinit, e cila ishte parkuar te shkencat sociale. Kur po shkoja të merrja makinën te ura Nisherakut, pash makinën të cilët ja kisha dhënë Prank Gjinit. Shkova me vrap te makina dhe pash Prankën të plagosur. Në lidhje me ngjarjen, u pyet edhe vetë shënjestra e atentatit, i cili, ashtu siç pritej, mohoi të ekzistonin konflikte midis familjes së tij dhe asaj Reçi. Prank Gjini deklaron se një vit më parë i kanë vrarë vëllain. Ai thot po kështu se nuk ka dieni për ndonjë konflikt apo hasmëri. Të njëjtën gjë mohuan në dëshmitë e tyre edhe familjarë të Kastriot dhe Gasper Reçit, 2 vëllezërve të vrarë në konfliktin me familjen Gjini, ku edhe pse policia ushtroi kontroll në banesat e vëllezërve Reçi, nuk gjeti asgjë të kundërligjshme që mund t'i lidhte me atentatin ndaj Prank Gjinit. Madje ata mohuan të kenë dieni se edhe kush u kishte vrarë vëllezërit. Ndërkohë që policia dhe grupi hetues u mjaftuan vetëm me informacionet e marra në rrugë operative, ku sipas tyre rezulton se ngjarja ka ardhur si pasojë e konflikteve që familja Gjini ka me familjen Reçi nga qyteti i Rëshenit, për shkak të prishjeve të pazareve të drogës në shtetin italian midis Gasper Reçit dhe të dëmtuarit Prank Gjini, pazare që sollën edhe kaq shumë viktima ndër vite. Por a do të jetë ky atentat kapitulli i fundit i një serie të gjatë vrasjesh që kanë shoqëruar familjet e Reçi dhe Gjini, ku deri më tani janë numëruar mbi 5 të vrarë? Apo pazaret e drogës midis 2 familjeve do të vazhdojnë të prodhojnë viktima të tjera, ndërsa shteti do të vazhdojë të mbledhë kufomat e tyre?